Mirëmëngjesi dhe ja ku jemi përsëri zgjohu me MCN. Sot do të ndaj një recetë me juve, do të përgatisim lakër me mish të grirë. Për këtë recetë më duhet orizi, qepët, kam qep të njoma, gjalp dhe erurinat. Le të fillojmë së bashku. Më duhen 2 kokra qep, kjo mas është mjaftueshëm. Do t'i qërojmë. Qepën do t'a presim holl. Këtë recetë përdorim gjithmonë kur është ftohtë për jashta. Janë recetat sezonale më shumë. Dimrit i përdorim. Ujin për lakën e kam çuar për të zier, po do të përgatisim mishin një herë përpara, pastaj do të ziejmë lakrën. Qepën e kemi gati tani. Qepën e kemi gati dhe tani jepni pak kohë të pastroj dhe fillojmë përsëri. Tu kam një tufë me qep të njoma. Vetëm duhet grirë dhe këto duhet i grim pak holl. Japim shije kësaj gjelle që do të përgatisim sot. Tani çdo gjë i kam gati dhe do të fillojmë me mishin, do të skuqim mishin. Mish kam gjysmë kile mish për këtë recetë. Po hedh kripën. I hedh pak piper. Do të ndes sobën dhe të fillojmë procesin e gatimit. Po hedhim vaj në ullirit. Do pak yndyr kjo gjellë. Dhe po hedhim qepën përpara. Qepën e bardh një herë. Hedhim pak krip. Duhet ta ul pak zjarin. Gjithmonë qepa mos të skuqet që të marrin ngjyrë, vetëm të tretet.
Qepën e kemi gati, qepën e bardhë, dhe tani më duhet të hedh qepën jeshile, të njom. Duhet t'i hedh pak gjalp, jo shumë, po i jep shije, në ras speca, thëmë duhet ta, po e lëdhe specën, në qënë se ra, nuk ja hedh tani unë, po s'ka gjë. T'i hedh pak ujë, dhe na duhet që ta trazojmë pak, që të skuqen një lloj komplet këto. Qepa e njom tretet më shpejt. Tu kam domate të thatë, do t'i hedhim pak. Trazojmë. Na duhet që të skuqet pak domatja. Edhe do i hedhim edhe pak salcë domate. Jo shumë. Kalëm që të skuqet. E tani më duhet të hedh mishin. Qepa ishte gati, tani na duhet të hidhej mishi. Dhe mishin do ta lëm pak, jo shumë, që sa të marri pak skuqje, se do futet në furrë dhe s'do na duhet shumë që ta zjejmë komplet këtu në diganin lartë. Kam zgjedhur t'i hedh pak hudhër, po hudhrën e kam pluhur, jo hudhër kokër. Hedhim pak. Edhe pak dhe tani mishin e kemi gati dhe do t'i hedhim orizin. Kam një gotë me oriz për t'i hedhur. Ne përdorim sa të duam. Varet nga masa që pregatisim lakrën apo kur mbushim speca dhe e shohim sa do bëjmë për sa persona. Okay. Kur të mbarohet orizi, do të fillojmë me lakrën. Tani do i hedhim pak majdanoz. Edhe do t'i hedhim edhe pak kopër. Kopërn e përdor gjithmonë. E griva më përpara. Dhe tani çdo gjë e kam gati për të mbushur lakrën. Tani do të filloj me lakrën. Do ta gjetën e parë ja heq gjithmonë. Dhe pjesën që është këtu duhet t'ja pres pak.
i jap mundësi lakrës të zjej, por megjithatë, edhe kur ta hedhim që ta çojmë në ujë, duhet ta shikoj që mos të zjej shumë. Duhet të hequr kjo pjesa komplet. Jo komplet, po sa kemi mundësi, pa e prishur gjethen e lakrës. Okej. Edhe këtë e mbarova. E kthej kështu, që t'i bien këto. Tani, komplet lakrën e pastrova këtu nga brenda dhe tani e kemi gati për ta hedhur në ujë. Ujin e kam gati. Po i hedh pak kripën. Dhe tani do të hedh lakrën. Duhet të kemi me kujdes, ta çojmë me kujdes dhe duke zjer lakra duhet ta shikojmë që mos të zjej shumë. Dhe pastaj do bëjmë mbushjen. Lakrën e kam gati, ta shohim, e kam parë her pas here, se s'na duhet që ta zjejmë shumë. Dhe tani po e nxjerr lakrën, do të kemi kujdes mos të digjemi. E kullojmë komplet ujin. Do ta lëm pak të ftohtë dhe do fillojmë që t'i mbushim. Lakrën e kam gati dhe tani do të fillojmë mbushjen. Pjesën që është te kërcelli këtu, këtë pjesë këtu ja heq. Si mas hedh një lugë për çdo gjethe, varet nga gjetja, po një mas është shumë mirë dhe i palos këto kështu nga brenda dhe e mbështjell rolet kështu. Dhe do t'i vendosim në tavë. Të njëjtin proces do të bëj deri në fund. Në këtë mënyrë duhet t'i bëjmë këto. Dhe kjo masë. Lakrën e zjeva 4 minuta. Ishte lakër e vogël dhe është lakër organike që bëhet më shpejt na zgjuhet. Edhe pak. Gjithmonë këto do t'i palosim kështu. Një lugë hedh si masë që t'i japi mundësi orizit për të zjerë. Dhe në qoftë se nuk është zjerë prap nga brenda, pjesët janë më brenda lakrës, e çojmë prap, por për mua nuk më duhet se është zjerë. Si thash më lart, këtë lloj recete, pjato të thosha, e përdorim gjithmonë për në dimër.
hiqen me një herë ato nga që janë zier. Po e mbaroj këtë proces dhe takojmë përsëri kur ti ke mbaruar së mbushur i lakrën komplet tavën. Se lakra e fundit që mbusha, do t'i hedh pak vaj ulliri në këtë mënyrë. Okej, dhe mjaftueshëm. Këtu kam domate dhe kjo është lëngu domates vetëm, tomato juice. Dhe do t'ja hedhim. Po marr një lugë më mirë. Dhe duhet ta mbulojmë komplet me lëngun e domates. Këtë domaten e kam përgatitur në behar vetë. Është me shishme kur e bën çdo gjë vetë organike. Dhe të na dalin në këtë mënyrë. I hapim pak që lëngu i domates të shkojë në fund të tavës. Sobën e kam bërë gati. Se kamera e shef, duhet të mbulohet komplet dhe tani i vendosim kapakun dhe e çojmë në sobë. Për të përgatitur, kur ta çojmë në sobë do ta lëm 40 minuta dhe do ta shohim. Nëse do na duhet që të hedhim pak lëngun e domates, do t'ja hedhim. Po duke kontrolluar. Tani do presim sa tava të na bëhet dhe shikojmë për 45 minuta. Kemi 45 minuta që kemi çuar tavën në furrë, do të shohim, është gati për ta nxjerrë tani. Vjen një herë shumë e mirë. Kjo ishte edhe receta për sot. Shpresoj t'u ketë pëlqyer. Është shumë e nxehtë për ta provuar, por dëshiroj që dhe juve ta provoni në tavolinat tuaja. Faleminderit për shikimin dhe shikojmë në recetat e ardhshme. Mirupafshim.